Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet i gjithë muaj, por dhe me tema të ndryshme. Dhe shohim energjinë. Atëherë këtu keni të bëni me energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të tokës, energjia e shenjës së demit, kemi energji të shenjës së gafores. Atëherë, në fillim të kësaj jave, ju do jeni, shoh që keni një takim, do keni një njohje të re, do shkëmbeni këto emocione në lidhje me njëri tjetrin në këtë njohje që do futeni, por ndërkohë do lini mbrapa situata të vështira që mund të keni kaluar në lidhje me dashurinë. Do jeni shumë vigjilent ndaj këtij personi që do futeni në njohje dhe do t'i mendoni gjëra të mirë, por ndërkohë ju shoh përsëri futeni në paqartësi, në frikra emocionale në lidhje me këtë njohje që dëshironi të futeni. Në rastin tjetër mund të jetë diçka që ju mund të keni dhe prapaskena gjatë kësaj periudhe. Nuk e di ose persona që shfaqen pozitiv para jush, janë persona që janë afër jush, por veprojnë dhe mendojnë komplet ndryshe, mund të ketë edhe prapaskena, tham. Ndërsa në lidhje me marrëdhënie do jeni më të konsoliduar, do bashkëpunoni me njëri tjetrin, shoh që do lini vështirësitë që keni kaluar mbrapa dhe do jeni më bashkëpunues. Dhe kjo mund të ketë në lidhje me disa para që do merrni, në lidhje me një investim, me një trashëgimi, në blerjen e një shtëpie, një investim në shtëpinë tuaj ose një investim te fëmijët tuaj. Dhe shoh që do jeni të vendosur, por do jeni dhe shumë të vëmendshëm në lidhje me situata të ndryshme që kanë lidhje me një lloj investimi gjatë kësaj jave. Gjithsesi ju shoh që keni dhe frikra emocionale, ju dëshironi të investoni diku, por përsëri keni frikë, ose dëshironi të bëni një blerje, por ndiheni, nuk e di, ndoshta jo të sigurt në lidhje me këtë gjë në fund të javës. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, ju shoh në partneritete, bashkëpunime, ndoshta keni kaluar vështirësi në lidhje me punën, me bashkëpunime, partneritete, me karrierën tuaj, por është një moment që ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Ndoshta do shpërbleheni për gjithë këto vështirësi që keni kaluar. Dhe shoh që do jeni më të qëndrueshëm, më me këmbë në tokë, por do jeni edhe më të kujdesshëm, do mendoni më seriozisht në lidhje me gjithçka. Por në fund të javës duhet të keni thjesht kujdes se mund t'ju bëjnë prapaskena te vendi punës, mund të keni paqartësi, mund të ndjeni të pasigurt në lidhje me situata të ndryshme, si në lidhje me punën, me karrierën tuaj, por edhe ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluarat, videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por dhe me tema të ndryshme. Dhe shohim energjinë. Do lën 2 letra dhe mua më duhet I lexoj të dyja. Gjithsesi, ju shoh që jeni në pritje, mund të prisni një, nuk e di, jeni në diskutime ndoshta në lidhje me një lajm që do merrni, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, ose edhe nga ana ekonomike. Keni kaluar shumë vështirësi, por I vendosni qëllime vetes për të dalë nga situata të vështira që keni kaluar. Dhe ju shoh që dëshironi të jepni zgjidhje diçkaje,
ose të vini një drejtësi në një rast tjetër, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër, mund të keni të bëni me gjykatat, me prokurorit gjatë kësaj periudhe, ju shoh që ju do çliroheni nga situatat kaluara dhe duke i vënë qëllime vetes për t'i dhënë zgjidhje situatave ose për të vënë një drejtësi. Dhe kjo mund të ketë lidhje me punën, nga ana ekonomike, ose në situata të ndryshme me institucione shtetërore që ju mund të keni, me gjykatat, me prokurorit ose diçka tjetër. Në lidhje me personat që janë, nuk e di, ju prisni diçka në lidhje me një njohje, shoh që ju do keni një takim me këtë person. Është një person që ju do shkëmbeni ato emocionet në lidhje me njëri tjetrin, dhe këtu flasim për pjesën e beqarve, ndërsa dhe shoh që do keni shumë emocione në lidhje me këtë person dhe do t'i vini qëllime vetes për të pasur një takim. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që do jeni më të konsoliduar në marrëdhëniet tuaja. Ju shoh mirë në familjen tuaj, sepse jemi te 10 e kupave. Ndoshta mund të keni dhe lajme të mira, një gëzim familjar ose diçka tjetër. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, dhe aty ju shoh me qëllime gjatë kësaj jave, mundoheni të jeni të jepni zgjidhje karrierës, punës tuaj, anës tuaj ekonomike, por të vini edhe një drejtësi në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni pasur. Ju do hyni në partneritete gjatë kësaj jave dhe janë partneritete që ju do t'ju çlirojnë nga situata të vështira që mund të keni pasur në lidhje me punën. Por ndërkohë ju shoh shumë entuziast, të gëzuar, me lajme të mira në fund të kësaj jave. Është një javë fantastike, këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Është një javë fantastike edhe për ju. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Shijetarit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Dhe shohim energjinë që do na vijë. Dhe ju shoh, kemi energji të shenjave të ajrit, energjinë e shenjës gafores, energji të shenjave të ujit dhe të tokës. Për gjithë ata që mund të kenë ascendenten ose hënën ose keni lidhje me këto shenja. Ju shoh që në fillim të kësaj jave ju të përdorni një lloj strategjie. Mund të përdorni një strategji në lidhje me një marrëdhënie. Nuk e di, ju shoh pak të fshet, pak me sekrete gjatë fillimit të kësaj jave në lidhje me një dashuri. Ose ju përdorni një strategji, por mund të keni dhe pasiguri në lidhje me një marrëdhënie. Mund të jetë një njohje, një lidhje, një marrëdhënie. Shoh që ju mungon një person, ju mungon një dashuri për pjesën e personave që nuk janë në lidhje. Për pjesën tjetër, mund t'ju mungojë ana ekonomike, do ndiheni me pak para në duar gjatë kësaj jave. Ndërsa për disa të tjerë, ju shoh që keni një lodhje fizike të madhe, por duhet keni kujdes dhe me shëndetin gjatë fundit të javës më tepër. Kështu që mund të bëni check-up, një kontroll mjekësor, ndërsa në lidhje me punën, dhe aty do përdorni një lloj strategjie. Ju ndoshta do bëni lëvizjet e duhura te puna juaj në lidhje me një partneritet, por shoh që mund të keni disa prapaskena aty. Duhet keni kujdes gjatë kësaj jave. Dhe në fund të javës do përqendroheni më shumë te humbjet që keni pasur. Mund të jetë humbja e një pune, mund të jetë humbje ekonomike, ose mund të jetë humbja e një partneriteti, e një bashkëpunimi, e karrierës tuaj. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që të ndjeni të lodhur fizikisht. Ndoshta gjithë këto situata do t'ju bëjnë që të ndjeni të lodhur, por duhet keni kujdes dhe me shëndetin. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni lidhje me institucionet shtetërore, ju shoh që aty mund të ndodhin gjëra mbas shpinës tuaj, por gjithsesi do dalë një person që është dashamirës dhe ky person do t'ju ndihmojë, do t'ju mbështesi në lidhje me disa situata që ju nuk i shikoni qartë.
Dhe fundi javës ju thash që do t'ju gjej pak të lodhur, duhet keni pak kujdes me shëndetin, se të gjitha këto situata mund të krijojnë situata lodhje për ju, por edhe në shëndetin tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Priciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Priciapit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty është shtrihet i gjithë muaji. Atëre, në lidhje me ju shoh që keni një njohje të re për gjithë pjesën e beqarve. Është një person që ka emocione, ka ndjenja në lidhje me ju. Por shoh që nuk e di diçka bëhet ose një padrejtësi ju bëhet në lidhje me një njohje, ose mund të jetë një person që nuk e di. Mund të keni dhe kundërshtime mendimesh, por shoh që do të jepni fund disa situatave të tensionit dhe stresit, goditje që keni marrë për një kohë të gjatë. Në lidhje me dashurinë, ndoshta nga situata të mëparshme që mund të keni pasur, ju i jepni fund këtyre situatave, çliroheni. Ndërsa në lidhje me marrëdhënie do jeni më të konsoliduar, do keni lajme të mira, por mund të keni kundërshime mendimesh në lidhje me situata të ndryshme. Mund të jenë situata me fëmijët tuaj, me shtëpinë, me familjen. Shoh që keni qenë pak të tensionuar për një kohë të gjatë në lidhje me diçka, ndoshta një padrejtësi, ju zhdukur diçka e padrejtë ose ju keni pas kundërshtime mendimesh, kjo mund të merret edhe në rrethin më të gjerë të familjes dhe ju do çliroheni deri në fund të javës nga këto situata. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, në punë ose nga ana ekonomike, por edhe situata të ndryshme që mund të keni, shoh që do keni partneritetet e vendi punës, lajme shumë të mira shoh aty, por mund t'ju bëhet një padrejtësi dhe aty thjesht tregoni të kujdesshëm gjatë kësaj jave dhe ju mund të keni qenë të tensionuar për një kohë të gjatë në lidhje me një padrejtësi që u është bërë, por në fund të javës çliroheni. Për pjesën tjetër mund të jetë një person dashamirës që ju mbështet në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni, do merrni lajme të mira dhe aty, ose ju do mësoni diçka në lidhje me një padrejtësi që ju është bërë. Dhe kjo ju keni qenë të stresuar për një kohë të gjatë në lidhje me këtë gjë. Por ka ardhur momenti që ju do çliroheni në lidhje me situata të ndryshme. Mund të jenë dhe situata të tjera, ju mund t'i merrni ashtu si i keni. Gjithsesi, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Ju uroj përsëri një javë të mbarë, dëgjojmë te videot e radhës. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Ujorit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Dhe shoh që ju keni të bëni me energji të shenjës së tokë, të shenjave të tokës, të ajrit, por dhe 4 energjia shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëresha dhe Luani, ose ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, në fillim të kësaj jave, shoh nuk e di, disa prej jush mund të jeni në një trekëndsh ose një person i tretë mund të jetë futur në jetën tuaj. Nuk e di, ndiheni shumë të lënduar në lidhje me këtë gjë, por shoh që nuk e di, dikush sikur kërkon t'ju ndihmoj ose ju shef që ju ndiheni në këtë situatë. Gjithsesi ju do t'ju ndihmoj fati në lidhje me për t'i çuar gjërat para. Ju shoh që do keni shumë diskutime, fillime diskutimesh në lidhje me një situatë të caktuar. Dhe këtu flasim për një pjesë specifike, jo të gjithë mund të jenë në këto situata. Por ju do t'rregojeni të mbyllur.
do t'regoni të mbyllur, duhet t'regoni më të hapur në lidhje me një situatë të tillë. Ndoshta do mbyllni gojën, nuk do dëshironi të flisni, edhe pse aty do ketë fillime diskutimesh dhe do jenë pak të nxehta fillimet e diskutimeve, ndërsa në lidhje me këtu flasim për gjithë ata që janë në një njohje dhe mund të futet një person tjetër në jetën tuaj ose në jetën e dikujt tjetër. Por fati do t'ju ndihmoj. Gjithsesi në lidhje me një pjesë tjetër, i shoh që do bashkëpunoni në lidhje me marrëdhënie, ndiheni pak të lënduar, nuk e di, ka ndodhur një situatë aty se po të vini re. Dhe të mos dua ta them unë, është figura shumë e qartë. Nuk dua të flas shumë për këtë pjesë. Gjithsesi, fati do t'ju ndihmoj, t'i çoni gjërat para, do hyni në diskutime, por thjesht tregoni të hapur, sepse ju shoh që keni mbyllur gojën para një situate. Ju sikur nuk dëshironi të diskutoni, edhe pse do ketë shumë diskutime aty. Ju nuk dëshironi të thoni një të vërtetë. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, në bashkëpunime te vendi punës që mund të jeni, ju shoh që ju punoni shumë fort, mund të ketë lidhje me artin, me një punë tjetër ose punën ku ju jeni. Por ndërkohë kjo mund të ketë lidhje dhe me një vend pune që ju mund të keni filluar ose ju vazhdoni të jeni, jeni të admiruar ju nga shefat, nga shefët tuaj, por gjithsesi diçka sikur nuk shkon aty dhe ju ndjeni të mërzitur, ju shoh. Dhe pse mundohen që të dinë se çfarë keni në lidhje me këtë situatë, ju përsëri nuk flisni as në lidhje me këtë situatë. Mund të jetë një bashkëpunim, mund të jetë një partneritet, ose mund të jetë një punë që ju sill të ardhurat vogla dhe ju punoni shumë dhe për këtë gjë do ndjeni keq, por gjithsesi do keni diskutime të shumta dhe në lidhje me punën tuaj ose bashkëpunimet, por fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para. Duhet të tregojeni më të hapur në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, sepse ju shoh shumë të mbyllur gjatë kësaj jave, në lidhje me anën tuaj ekonomike, por dhe me situata të ndryshme që ju mund të keni. Mund të jenë në grupe njerëzish to, jo domosdoshmërisht në marrëdhëniet në çift. Mund të jenë në shoqëri, këto situata që ju lëndojni nga diçka që mund të dëgjoni, mund të jenë në grupe njerëzish që ju i njihni. Gjithsesi fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para, por duhet të hapeni, duhet i thoni gjërat ashtu siç janë. Dhe atëherë kjo ishte për ju, sepse u zgjata pak tek ju, ishte energjia e tillë. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndihni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Por këtë mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshqve. Atëherë, në lidhje me ju, kemi të bëni me energjinë e shenjës së Demit, energjia e të dashuruarve, kemi të gjitha energjitë e shenjave të horoskopit, sepse kemi kartën e magjistarit dhe kemi kullën. Atëherë, ju shoh që ju do jeni duke studiuar, ndoshta keni nevojë të rini me veten tuaj, për pjesën e beqarve, jeni duke analizuar në lidhje me një njohje ose me një person që ju dëshironi të hyni në një njohje dhe ju mendoni që i keni të gjitha mundësitë për të hyrë në këtë njohje. Kam 2 letra që tregojnë që duhet keni kujdes nga një person që ju vërojton gjatë gjithë kohës në mënyrë të fshehtë, në lidhje me këtë njohje që keni lidhje, por kjo ka vlerë edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Dikush vërojton në mënyrë të fshehtë. Dhe unë do t'rregoj vetëm një kartë ku personi ju vërojton. Dhe gjithsesi ju shoh që keni ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Në qoftë se deri tani keni ndërtuar gjëra të pasigurta, atëherë kulla sjell ndryshime për të ndërtuar një njohje më të sigurt, një lidhje më të sigurt ose një marrëdhënie më të sigurt. Ndërsa në lidhje me punën tuaj dhe aty shoh që ju dëshironi
do tërhiqeni nga gjithçka, do mendoni se si t'jepni drejtim edhe punës tuaj në lidhje me një bashkëpunim, me një partneritet ose me karrierën tuaj, por i keni të gjitha mundësitë për të realizuar ose për të ndryshuar situatat edhe te vendi punës. Dhe për të ndërtuar gjëra më të sigurta edhe me punën. Ndoshta një punë e re që t'ju japi siguri, që mund të jetë për një kohë të gjatë, një partneritet ose bashkëpunim që vërtet jeti sigurt, dhe në lidhje me situata të ndryshme, shoh që përsëri ju do merrni kohën tuaj për t'i menduar gjërat se si t'i jepni drejtim në lidhje me gjithçka që mund të keni, si nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që ju mund t'jeni në lidhje me gjithçka. E rëndësishme është që ju keni ndryshime të mëdha dhe ndryshimet vinë për mirë, por dhe i keni të gjitha mundësitë për të realizuar gjërat që doni gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte edhe për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Më falni. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty shtriheti gjithë muaj, por edhe për gjithë ndjekësit e këtij kanali që nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, ju ftoj të bëjnë subscribe për të marrë njoftime për videot në vazhdimsi. Atëherë ju përshëndes të gjithëve, dëgjim të këndshëm të kësaj video, dëgjojmë në videot e radhës.